Kënë dëgju si di atë historinë që kam të regu për atë djalin e ri që se ka falë namazin, po ka shku në xhami se ka vendos me e kërku njanit vajzën, edhe ka ditë që e si e kënë dëgju këtë histori? Jo, po unë e kom të regu si di e në kinë qizu, një Riyadh ka ndodhë kjo. Kjo ka ndodhë e vërteto. Aha. Hajde të regoj, interesant. Për një 2 minuta, po. Po mërë të shja? Tash, ki djali se ka falë namazin. Edhe ati që ka dosh me ja kërku vajzën, ka shku ka falë afër, 40 ditë. Që ti do këtë me këmë unë muslimani mirë. Edhe ja qonë një njeri, të ne i thonë shkusa, po, më dërë me të susë. Edhe i shkone, thot, filanit ka kërku vajzën. Edhe ki thot, ku shabe? Thot që, ki thot, po, shjova që 40-50 ditë me afër me e falet. Gjani mirë, se në vajzës i thot, vallat gjani mirë, falet e sen. Edhe bantë. E merë, martohën. Vajzën martohën. Baj si martohën, e dy të nësi regulli, tash kuet ju në e qenë këtë regulli, ma shumë e qëjtë, dy natë rinë nusjet të buri vete, pas dy natëve e qenë pak të familje vete. Të baba. Po, të baba, të nana, me i pas janë. Kjo e vërtetë, atash. Po. E kam dëgju një hoqë Saudije të regonte. Këtë histori. Edhe tash, kjo vajza ku zgjohet mëngjes, brenda ative 48 orëve, i thot, hajde merr abdes ta falim sabani. I thot, jo, s'falem unë. Kjo pak habitet, e mendon që të lujtë edhe. Jo më thot, hajde, se unë për fali sabani, hajde fale e te edhe. Ose falmi bashkë të dini mamun e... Jo, thot, s'falem unë. Edhe kjo e lënë, thot, do shta u ka lodhë. Hajde drejk, s'falem unë. Nikin di, jo, në kësham nesër njëse. Thot, jo që s'falem, po edhe namazin mendoj që humbje koha. Nuk është asgjë. Kjo vajza nuk banë gjurë. Në momentin që shkon të bëve vetë, i të regon bëve vetë. Thot, krejtat që e pas ka bojnë xhami, ka qenë loj, për ne mu rejnët, me munafiklokën me dyftërsin ati. Sa i loj, jo që s'falet, për e kundrështon në namazin. Edhe, ku shkon ki djallit të merë, të dera, ki bëve vetë delë, thot urna, thot, une dhëndrë, thot, si dhëndrem. Po une por atë jo. Në kam dhënë një djallit që falet, e që jam musliman, ama të as këtë se ki. Ama une, ja, u kri puna. Dhe ja kam dalu, e kam dalë të shpia. Ki djallit që ka me ba? Haj ka thonë me magji të kthej. Siher. Me siher, me magji. Ka shku të një do Siriane, do të Mauritanis. Mauritania, në Afrika, Maroko, Mauritani, poshtë. Do Marokana të i kanë gjetë, ti se Saudianë të fort nuk mirën me këtë punë. Ato bashakidet mirë kanë fejnë. Edhe shëriati e ha plumin, apo? Me njerë, haddu se hirit dërbohu bi sejf. Pa, ta përkthej Shqipa, ta përkthej Shqipa. Po. Dënimi i sihirbazit me shpat. Ajde. Hetë se bënë sehirin Saudi. Jo, më tash ju më thonë, si be ju muslimant, inshallah nuk ndodh. Se jo me shpat, me ten kishe pas dëshirë me shkel. E di si janë njerëzit. E di kanë qef mu bon demokratit. E ki po tash, ligji, tap 3 vetë, 4 vetë, dicin. Hajt tash, ligji, ku janë ligji? Ka ma të ndrum temën, të kthejmë në temë. Mus gjerohemi shumë. Se mundemi edhe me gabu, se do njeri jo me më... Aj Siriane e tjetëri ka thonë, ja, s'mundemi. Sirbast. Po, sirbast nuk mundemi, se shumë familje që ka muslimane. E kanë mësua dhe me shku në Maroko. Në Maroko i kanë thonë se Irbazi magjistari më i madh në botë. Këtë taj shkojnë talebët studentët mësin. Edhe ka shku taj. Ajo ka mundu, ka thonë shive. Jo 100 milion euro me dhona, dollara, që ka dush. Nuk mundëm. Thot, jo nuk mundëm me të përtu të e shpia. 40 shpia rreth e për tjak nuk mundë. Pse? Që 40 vjetë në të shpi është lezu për ditë suret al-Bakara. Allahu Akbar. E kuptove tash. Që po lidhet ma herët. Gjent, se Irbas nuk mundën me hin. Ja. Jo se vajzës, as kujtë se një banë zonë. Pse lexohet në të shpi Kurani. Imani, suno. Imani e islami e feja. Por atë shkak, në nuk duhet mu marë me atë magjistarin, duhet mu marë me vetën.
Une, a jam duke e mbrojt veten? Po. Siguraj, e selektori, mos ja le fajn ati Ronaldo, se e ka dhonë gollin fort. Le nja fajn këti begut tanë, mbrojt si tanë. A është i mirë, aso i mirë? Se në një ditë, ja, kim i mirë. Ja, me qenë edhe ki i mirë e mbronë. Hajde njëherë ndodhë, ama njëherë ka me ta kap topi, më shimë. Njëherë mundet me mdodhë. Shejtani, e gjini, e djallin e ka marrë për pala, ma jo për ditë. Do e të regova si histori. Jo, interesant është me lexu Kur'an. Nëse e shifë të arsishme. Pa, dhe qështë.